Në zemër të Shqipërisë, mes gjelbërimit të thellë dhe rrjedhës së kristal të lumit mat, shtrihet një nga destinacionet më të preferuara të fundjavës, fshati turistik Skuraj. Këtë fundjavë, Skuraj gumëzhoi nga vizitorët, vendas dhe të huaj. Nuk është rastësi, pasi ky fshat është pjesë e listës së 100 fshatrave turistik të Shqipërisë, fal natyrës së paprekur, relievit të veçantë dhe panoramës mbresëlënse që ofron. Me lindjen e diellit, rruga që të çon në Skuraj përshkon aksin nacional drejt Burelit. Peizazhi shpaloset gradualisht, nga njëra anë rrjedha e qetë e lumit mat dhe nga të dy krahat malet e mbuluara me gjelbërim të dendur që ndjekin çdo hap të udhëtarit. Turist nga vende të ndryshme të botës, për të cilët kjo është vizita e parë në këtë fshat, shprehen të manitur nga bukuria natyrore, mikpritja dhe qetësia që ofron zona. Shumë prej tyre premtojnë se kjo nuk do të jetë hera e fundit. First time in Albania. We are now 4 days here and it's very nice. What I mostly like is the culture, the nature and the people. Very nice. You have a very beautiful country. We have been here for 3 days, so that is not too long. 2 days in Tirana, and yesterday we were in Rübeck, and now going further to Ulsa Lake. We like to travel, so there are many countries we want to see, but so far Albania we like, yes. Are the people friendly or nice? Kind? Yes, very fine. It's very friendly, yes. Edhe vizitorët vendas e kanë kthyer Skurajnë një stret të fundjavës, pra mbrigjeve të lumit, mes freskisë dhe aromës së barit të lagësht, lokale të thjeshta, por mikpritse, ofrojnë çlodhje dhe shije tradicionale. Jena të dëgjuar për natyrën e mrekullueshme që kena. Masane, kur vinë dhe hajnë, vinë prapë atëherë. Aktivitetin që kemi ardhur në Shqipëri u bën tash 12 vjet. Aktivitet. Por përpara kena pas punuar në Greqi, unë dhe bashkëshortja. Dhe tani jemi këtu dhe punojmë këtu. Kena hap këtë restorant, e punojmë me familje. Kam edhe djalin tim të vogël që ka studiuar dhe kulinari, kam marrë dhe titullin Master Chef. Kështu edhe jena kompletu si ekip. Në Skuraj shuhet kryesisht për mishin e kecit edhe qingjit. Por ne kemi edhe mishin e vicit edhe pula fshati. Por kryesisht gatimi këtu për mishat kryesore është kec edhe qingj, që janë autokton të zonës. Zona jonë ka kullota mrekullueshme dhe mishi është shumë i ëmbël. Është shumë i mirë. Numri i tujve sfotohet, ka qenë në rritje. Numri i tujve. Kurse ato shqiptarët janë një stat ato. Janë një stat. Sepse shqiptarët janë njerëz tradicional dhe njerëz besimtar. Kur hajnë mirë diku, ato nuk e trasojnë atë vend, atë lokal. Tu kam punu 23 vjet, 24 vjet në Laç, edhe kam pas punu me këtë energjetikën, me lije tensionit lartë, edhe një venin komplet neve, dhe i thashtë i shoku të ikim, thashtë të amin drejt, thashtë të përqev me që kishtë edhe 71 vjetore, thashtë të shkim shkopet. Edhe i disha këta lokale këne, dhe gjë ma bukurisë se këtu, s'ka. Gatimet e zonës, si që janë mishi në saç, byreku me ithra, apo ëmbëlsirat e shtëpisë, i japin këtij udhëtimi një shije autentike që mbetet gjatë në kujtesë. Nuk janë vetëm bukuritë natyrore që tërheqin, por edhe investimet e vogla dhe të qëndrueshme, të cilat po krijojnë kushte të përshtatshme për akomodim dhe turizëm familjar. Sipas operatorëve turistik, Skuraj po një rritje të ndjeshme të numrit të vizitorëve
një sinjal pozitiv për të ardhmen e turizmit rural në vendin tonë. Skuraj nuk është vetëm një destinacion, por është një përjetim, një vend ku koha ngadalësohet, ku natyra flet dhe ku çdo vizitë lë pas një kujtim të bukur dhe një dëshirë për të kthyer sërish.